Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë dhe mesazhet e orakullit. Pra, ç'na thon mesazhet e orakullit për ditën e sotme dhe energjia e tyre. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe vazhdojmë me mesazhin e orakullit. Jeni një femër e te, një femër e ditur, një femër që ndriçoheni gjithmonë nga yjet dhe hëna. Kjo hënë e re. Po ju vjen një kalorësi, hypën këtij kali, kavalier, dhe me këtë tufë dashurie në duar, vjen drejt jush. Për t'ju marrë në këtë vark dhe për t'ju bërë një udhëtim shumë fantastik, sepse ju jeni të maturuar të dy. Tani ka ardhur momenti një maturimi dhe keni një rrugë të gjatë për të bërë në jetën tuaj drejt kësaj majës së piramidës. Ju gjithmonë manifestoni dëshirat tuaja për t'i bërë realitet në univers. Harmonizoni jetën tuaj. Ju dini të harmonizoni shumë mirë jetën tuaj në çdo aspekt të jetës, sepse çdo e mirë ka një të keqe dhe çdo e keqe ka një të mirë. Dhe ju dini të bëni shumë mirë harmonizimin e këtyre dy gjërave në jetën tuaj. Kjo ishte energjia e orakullit, pra disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa mesazhe të letrave Tea. Këto janë mesazhe dashurie për persona të cilët janë të dashuruar. Dhe kemi. Të shikon në hëndër sot çdo natë. Pra, shikon në hëndër çdo natë me mall. Ka nevojë për kujdes dhe për prezencën e dikujt. Pra personi që ju jeni dashuruar apo e dashuruar, ka nevojë për prezencën tuaj. Je frymëzimi i tij në çdo aspekt të jetës. Mbart mistere dhe sekrete në jetën e tij. Pra personi që ju jeni dashuruar mbart sekrete. Ti vlen për të shumë sot. Je si një dritë universi në jetën e tij. Ti vlen si një gur i çmuar, pra je si një gur i çmuar për atë person. Vjen drejt teje shumë shpejt në mënyrë të papritur, sepse ai mban një sekret sot për këtë ardhje. Mendon që të bëj një surprizë, pra mendon gjithmonë për të bërë surprizë dhe të bën një dhuratë të bukur. Mendon se je pak materialiste në aspektin e anës materiale. Në këtë moment, sot kanë probleme me punën dhe me parat. Në këto momente, pra në këtë energji. Jeni të lidhur shumë të dy sot nga ana shpirtërore. Pra keni një lidhje shumë të fortë shpirtërore që të dy. Jeni shumë të lidhur. Dhe mendon të bëj një surprizë të bukur, krejt papritur, që ju do të habiteni me këtë surprizë. Këto ishin mesazhet e Teas për ditën e sotme. Faleminderit.